Kandidatja socialiste për Bashkinë e Tiranës Ogerta Manastirliu po udhëheq diskutimet për buxhetin e Tiranës, një sjellje që sipas ekspertëve të pushtetit vendor bie në kundërshtim me kushtetutën dhe ligjet në fuqi për vetë qeverisjen vendore. Në një sallë të mbushur me banorë të Laprakës dhe Kasharit, deputetja socialiste Ogerta Manastirliu u ngjit në podium më 24 nëntor dhe udhëhoqi diskutimet për buxhetin e Bashkisë së Tiranës për vitin e ardhshëm. E shpallur si kandidate për kryebashkiake që prej shtatorit, Manastirliu foli sikur të ishte një kryetare e zgjedhur, drejtoi diskutimet me banorët dhe ju përgjigj pyetjeve të tyre, ndërkohë që përfaqësuesit zyrtar të Bashkisë së Kryeqytetit shërbyen si dekor për gjatë aktivitetit. Sjellja e saj si kryetare de facto gjatë diskutimeve për buxhetin e Tiranës u legjitimua nga kryeministri Edi Rama, i cili në një takim të parë tha se po e mbështesnin bashkinë që të bënte më të mirën, me Manastirliu në krye si drejtuese politike e qarkut dhe deputete e Tiranës. Megjithatë, kjo sjellje ka ngritur shqetësime për politizim të buxhetit lokal dhe uzurpimin politik nga partia në pushtet të drejtimit të bashkisë më të madhe në vend, në kundërshtim me kushtetutën e Shqipërisë, legjislacionin vendor si dhe kartën europiane të vetëqeverisjes vendore. Manastirliu është kandidatja e përzgjedhur e kryeministrit Edi Rama që kur qeveria vendosi të shkarkonte kryetarin e bashkisë Erion Veliaj, i cili ndodhet në qeli prej shkurtit të këtij viti, i akuzuar për veprat penale të korrupsionit dhe pastrimit të parave. Veliaj e kundërshtoi në gjykatën kushtetuese vendimin e shkarkimit të qeverisë, duke sjellë si rrjedhoi pezullimin e dekretit të presidentit të Republikës për mbajtjen e zgjedhjeve në Bashkinë e Tiranës. Agron Haxhimali nga Instituti i Bashkive sheh me shqetësim protagonizmin e Manastirliut në prezantimin e buxhetit të Bashkisë Tiranë, duke e konsideruar këtë një politizim të buxhetit që u përket qytetarëve. Manastirliu nuk ju përgjigj pyetjeve se në çfarë atributesh ligjore ajo i drejton këto takime, tas kritikave të ekspertëve për ndërhyrje antiligjore në kompetencat e pushtetit vendor. Komandimi de facto i Manastirliut në krye të punëve të Bashkisë së Tiranës nuk është një rast i izoluar i ndërhyrjes ekzekutivit në pushtetin vendor, shkruan Birn. Vetëm pak javë pas fitores së mandatit të 4 qeverisës në zgjedhjet e 11 majit, kryeministri Rama shpalli nismën për të reformuar administratën vendore të bashkive, duke diktuar te kryetarët e bashkive shkarkimet e nënpunësve vendor. I gjithë procesi i shkarkimeve dhe emërimeve të reja u monitorua në terrengat të deleguar të PS-s nëpërmjet grupeve të punës, të përbëra kryesisht nga drejtues politik, përqarqe dhe deputet. Fushata e dorëzimit të bashkive në duart e Partisë Socialiste vjehoi gjatë gjithë korrikut, me dorëheqje të drejtuesve vendor pas kërkesave publike të Ramës dhe shkarkime masive në administrat, duke ngritur shqetësime për shkelje të autonomisë së pushtetit vendor të garantuar me kushtetut dhe personalizimit të gjitha pushteteve në një dorë në modelin e partisë shtet.